Jemi në pjesën e fundit të emisionit dhe jemi duke folur për turizmin, I cili në fakt, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, në vitin 2024 ka shënuar shifrën më të mirë dhe nivelin rekord të vizitorëve të huaj që erdhën në vendin tonë dhe sipas edhe grafikut që kemi në ekran arritën 11 milion turist në vitin 2024 në Shqipëri, por më pak se gjysma, gati 30% e tyre janë deklaruar pra se kanë qëndruar në hotele apo struktura të ngjashme, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër kanë rezultojnë pra se mund të kenë qëndruar në hotele apo apartamente me qerat të cilat janë informale. Të dhënat flasin pra se Shqipëria ka normën e shfrytëzimit më të ulët të kapaciteteve akomoduese në raport me vendet e tjera të rajonit dhe siç e shikojmë gjatë muajve tetor, prill 2023-2024, Shqipëria rezulton me normën e shfrytëzimit të kapaciteteve akomoduese 17%, ndërkohë që për periudhën maj-shtator 2024 rezulton në nivelin 39%, janë shifrat më të ulta në raport me vendet e rajonit, çka tregon pra për një nivel të lartë informaliteti në këtë sektor. Do të analizojmë me ekspertët e fushës dhe fiskalistët lidhur me këtë vendim të qeverisë për të vendosur referenca për subjektet hoteliere, por edhe alternativën pra që mund të kenë ata për të zgjedhur nëse do duan të kontrollohen gjatë gjithë kohës nga strukturat shtetërore. Do të analizojmë në këtë pjesë të tretë me të ftuarin tim që është Edvin Stefani, fiskalist. Përshëndetje, faleminderit që jeni në Kozon. Pikë së pari, doja të thoja që ky është një vendim qeverie në fakt I paralajmëruar gati 2 vite më parë nga kryeministri, I cili teksa dialogonte me bizneset e fushës, thoshte që s'mund të ketë turizëm me hotele bosh, po themi në thonjza, për shkak se deklaroheshin me një normë shfrytëzimi shumë më të ulët. Në fakt, kjo ishte e pritshme, ky vendim I marr gjatë këtyre ditëve të fundit? Po, ishte e pritshme dhe ajo që unë shoh gjithmonë për çdo vendim shoh vlera pozitive dhe negative. Ka vlera pozitive të cilat krijojnë një hap pozitiv për turizmin. Pritesh një gjë e tillë sepse siç e thatë dhe ju ka nivele të ulta të deklarimit dhe ky nivel I ulët I deklarimit është më se normal që qeveria duhet të marrë një masë të caktuar për këtë gjë. Këtë kujdes ka, A mund të themi neve që, ose më saktë, pse qeveria detyrohet të marrë një vendim të tillë? Zakonisht referencat të gjithë e dim që ndërmerren në rastet kur vetë administrata fiskale dështon me kontrollet, me verifikimin, me formalizimin? Kjo është e vërtet, po ne duhet të kemi parasysh që kjo lloj ndërhyrje që është bërë ka 2 opsione. Opsionin e parë që ju mund të zgjidhni nivelin minimal të mundshëm, do me thonë atë përqindjet që njihen dhe vetë deklarimin. Pra, ose njërën ose tjetrën. Çfarë thotë? Do të thotë që unë nuk bie dakord me këtë përqindje minimale, unë e parashikoj të ardhmen time shumë më poshtë se sa ky rast dhe për këtë arsye unë zgjedh të vendos deklarimin tim. Ky që në këtë aspekt kjo është një masë shtrënguese, por jo drastike, le të themi. Se ka një alternativë. Ke alternativën në të cilën mund të zgjedhësh. Dhe kuptohet që ka një efekt pozitiv në këtë pikë, sepse unë që e kam nivelin minimal. Mirë, po çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë që në qoftë se çfarë ndodh? Ndodh kjo gjë që në qoftë se unë kam pasur nivelin të lartë, unë e shfrytëzoj këtë pikë dhe vendos tashmë përqindjen minimale, përqindje e parashikuar nga qeveria, dhe shman kontrollin tatimor. Pra, varet se si përdoret. Pra, në përgjithësi nuk para ka veprimtari të cilat sjellin gjithmonë një efekt të pastër pozitiv ose një efekt të pastër negativ. Kështu që për mua kjo lloj VKM-je ka ndër efektet pozitive, do të thosha është kjo që ajo krijon një strukturë formalizimi, reference, pasi për shembull po flitsha me dikë dhe ai më thoshte që unë nuk I bëj ndonjëherë këto lloj parashikimesh për vete, dhe në një farë mënyrë kjo lloj VKM-je ndihmon në këtë sens për të parashikuar. Dhe ndihmon gjithashtu dhe në minimizimin e kosteve të kontrollit. Çfarë do të thotë? Administrata tatimore tashmë me burimet e saj të kufizuara do të ketë mundësi të kontrollojë atë pjesë e cila zgjedh një pjesë të hoteleve, e cila nuk e zgjedh këtë lloj përqindje dhe gjersa ti nuk e zgjedh këtë lloj përqindje, eventualisht ti do të kesh një përqindje më të vogël. Pra, unë si administrat
do të kem një popullsi më të vogël për të kontrolluar, një fush më të vogël për të kontrolluar. Pavarësisht dy alternativave që ofron kjo VKM, Edvin, në gjykimin tënd, çfarë impakti presim nga zbatimi i saj në praktik? Edhe në rast se një pjesë e mirë e tatim paguesve në fushën turistike do të pranojnë këto referenca, apo edhe në qoftë se nuk i pranojnë dhe do jenë objekt kontrolli? Çfarë impakti presim? Shiko, është në përgjithësi, unë pres që njerëzit do të plotësojnë një pjesë të madhe të këtyre çështjeve, por ka diçka, në qoftë se askush, le të hipotetizojmë, në qoftë se të gjithë zgjedhin vetë deklarimin. Në fakt, VKM-ja kthehet në nul. Pse? Sepse vetë deklarimi ka pas ekzistuar i bizneseve. Pra, unë zgjedh në opsionin tim që nuk dua të zbatoj përgjigjen minimale, por zgjedh vetë deklarimin. Dhe nëse të gjithë zgjedhin vetë deklarimin, eventualisht administrata, VKM-ja nuk ka sjell asnjë ndryshim, administrata do të përballet përsëri me një numër shumë të madh hotelesh, sepse është e vështirë në fakt kontrolli i tyre dhe nuk do të ndodhi asnjë gjë. Në qoftë se pastaj bizneset do të zgjedhin këtë lloj opsioni, kuptohet që ka vlera pozitive, siç e thash, në minimizimin dhe në rritjen e eficiencës për kontrollin tatimor, pasi do të kontrollojnë vetëm ata që nuk e kanë zgjedhur këtë opsion. Në fakt, bizneset e kanë marrë tashmë formularin nga administrata tatimore për të plotësuar dhe për të zgjedhur opsionin 1 apo opsionin 2. Pra, o referencën o të pranojnë që do të... Dhe deklarimin siç kanë qenë. Siç kanë qenë. Çështja është që a kemi të bëjmë me një procedurë shtesë me këto, me një burokraci të shtuar, me këto dokumenta që në vend të thjeshtojmë na shtohen më shumë, kundrejt biznesit flasim gjithmonë. Unë nuk e shoh. Apo e kanë të merituar për aq kosa nuk i deklarojnë... Jo, nuk e shoh asnjë mas për këtë gjë. Imagjinoni që një person i cili ka ndërtuar një hotel, strukturë pritse, eventualisht duhet të ketë një nivel të caktuar formalizimi. Nuk mundet në perceptimin tim që ju keni investuar 2-3 milion euro dhe nuk plotësoni një formular. Nuk e shoh asnjë mas ndërshkuese këtë gjë. Procedura ka, gjithmonë, çdo biznes ka procedura. Ai personi i cili ka një hotel të tillë, ka një ekonomist i cili i plotëson këto të dhëna. Unë nuk e shoh formularin si një procedurë shtesë, e cila është madje vjen edhe si një formë ndërshkuese për këtë gjë. Unë të paktën nuk e shoh këtë. Megjithatë, a kemi të bëjmë me një mentalitet të vjetër, le të themi tatimor, kur aplikojmë referenca të tilla? Referencat nuk janë zgjidhje, nuk janë një opsion. Do të isha dakord shumë me ju, tërësisht, në qoftë se do të ishte për shembull që do të zbatoni kaq përqindje, por dhe nuk do të ofroshë opsioni i përzgjedhjes. Por në fakt opsioni i përzgjedhjes ofrohet. Pra unë përzgjedh që, shiko, unë nuk e kap këtë përqindje. Jam shumë poshtë kësaj përqindje dhe përzgjedh këtë gjë. Dhe në këtë sens do të thosha që ka një sens pozitiv VKM-ja për këta persona të cilët në vërtet janë larg këtyre përqindjeve. Por siç e thash, do të ketë një opsion tjetër, ofron një risk tjetër që ai që i ka përqindjet më të larta, ai thotë shikoj, siç e ka kështu puna, po zgjedh unë këtë minimalen, edhe po filloj të mos deklaroj. Pra nuk është se ka një çështje të prerë me thik për efektet që do ndodhin. Në përgjithësi në të kaluarën ka pasur raste të tilla, ka pasur raste drastike. Kujtoj këtu VKM 285 për pagat, e cila thoshte kaq do të ishte paga dhe nuk ke shans ta bësh ndryshe. Kjo është më e zbutur, le të themi, është një masë e fortë, por është e zbutur sepse të ofron opsionin që ju vetëm që nuk ka penalitete, nuk shoqërohet me penalitete? Nuk shoqërohet me penalitete sepse, domethënë, plotësimi i një deklarate parashikohet në ligjin për procedurat tatimore që duhet plotësuar çdo lloj deklarate që bëhet. Dhe ka një nend veçantë në këtë në ligjin për procedurat tatimore. Ndërkohë që në qoftë se ti e plotëson dhe deklaron që, shiko, unë do zbatoj mbas parashikimeve të mia, nuk do të hyj çështjes së minimales. Atëherë nuk ka as arsye pse mos plotësohet kjo gjë nga ky person i cili ndihet i irrituar nga këto lloj përqindje. E plotëson është pika, me çmaj mend pika 9.2 diçka e tillë, 9.1 i dis 9.1 9.2 që ti zgjedh opsione dhe ti e zgjedh opsionin në këtë mënyrë. Për mua nuk në këtë aspekt meqense ofron opsionin e zgjedhjes, VKM-ja mund të merret si një opsion pozitiv, si diçka pozitive që sjell, sepse unë e zgjedh. E kuptoj. Por Edvin,
po flasim për shifra të cilat na tregojnë që kemi një informalitet të lartë në sektorin e turizmit. Po, kjo është saktë. Prej vitesh, pse që nga e vështirë formalizimi në këtë sektor? Pse që nga kaq i vështirë formalizimi? Flasim për miliona turistë, por flasim për të ardhura minimaliste. Në të tilla raste duhet menduar jashtë kutisë, thuhet, jo brenda në konceptin tatimor për të vendosur referenca. Duhet menduar jashtë çështjes dhe një ndër opsionet e mundshme që unë e kam diskutuar gjithmonë është kjo, që të gjithë shqiptarët, të cilët bëjnë pushimet në Shqipëri, është edhe stimuluese në këtë pikë, mund të kenë të drejtë të zbresin te deklarata personale të ardhurave 100.000 lekë të reja nga shpenzimet e bëra në hotele, të cilat janë me bankë. Për shembull, ekziston aktualisht shkollimi i fëmijëve dhe që njihet si shpenzimi i zbritshëm, mund të shtohet edhe 100.000 lekë të tjera, e cila do të transmetohet eventualisht në 13.000 lekë të reja, zbritje për çdo shqiptar që deklaron hotelin se ku është bërë. Dhe kjo gjë është një masë efektive. Pra, duhet ta kuptojmë VKM-n si diçka pozitive, por që nuk zgjidh gjë realisht. Nuk arrin dot të zgjidhi atë që ka si iniciativë. Ndërkohë që nëse ne e vendosim klientin në konflikt me hotelin, ju të jeni sigurt që kjo do funksionon në këtë mënyrë. Një përditësim tek ligji i tatimit për të ardhurat për sa i përket shpenzimeve të divas, dhe unë personalisht do ta bëja një deklaratë të tillë, unë i paguaj me bankë pushimet e mia, këtë deklaratë do ta bëja dhe tatimet e kanë shumë të thjeshtë këtë gjë për të më vënë mua kundër që unë t'i them atë shiko, do të ta bëj me bankë, do të ta bëj me cash, se këtu ndodh evazioni, se po i bëri me bankë kapet kollaj. Pikërisht, meqense flasim që pagesat bëhen me bankë, një pjesë e mirë e hoteleve tashme kanë kthyer në traditë që punojnë me Booking dhe Airbnb, çka do të thotë që janë, le të themi, të deklaruara. Edhe në këtë fazë shteti e ka kaq të vështirë që t'i monitorojë dhe t'i evidentoj sakt? Apo pas marrëveshjes që bëri me këto dy platforma, tashmë situata mund të jetë pak më e lehtë? Shiko, kjo është e vërtetë, po çfarë ndodh në praktik? Skema e Airbnb-s funksionon në këtë mënyrë. Në bazë ligjit për TVSH-n, ata duhet hapin një përfaqësues tatimor, ata mbajnë tatimin në burim dhe autofaturojnë TVSH-n dhe paguajnë TVSH-n përmes përfaqësuesit tatimor. Dhe kjo do të thotë që administrata tatimore duhet të bazonte veprimtarinë e saj në bazë të dhënave të Airbnb-s, e cila është në fakt Airbnb-a e cila deklaron në Shqipëri, e cila është në fakt një opsion i mundshëm, por kam përshtypjen që është më mirë që të kemi disa opsione për më tepër që nuk mundet të bazojmë mbledhjen e tatimit për të ardhurat e TVSH-s në bazë të deklarimeve të një biznesi të huaj. Edvin, dhe një pyetje të fundit, meqense jemi në fund të kësaj hapësire televizive, ju e thatë pra që në qoftë se do të stimulonin qytetarët që do të kalonin pushimet. Ajo është një zgjidhje shumë e vërtetë. Kjo është e vetmja zgjidhje që mund ta formalizojë gradualisht sektorin, apo ka edhe masa të tjera për të mos përfunduar siç shohim tashmë VKM-n ke referencat që nuk është një masë që pritet të ketë në një efekt në treg, siç edhe ju e thatë. Po, ajo është pozitive, por nuk do të sjellë efekte, sepse imagjinoni të gjithë të zgjidhin këtë. Ndërkohë që shtimi në deklaratën e divës së kësaj gjëre, jo i shumë çështjeve, i çështjeve strategjike, siç është arsimi dhe turizmi, do të sillte një efekt pozitiv. Dhe kjo është një mënyrë që unë mendoj që është mënyra më me efektet pozitive, sepse do të vendosi klientin në kundërshtim me hotelin. Është një praktikë e tillë kjo që sapo përmendët edhe në vende të tjera, aplikojnë në vendet tona përreth? Shumë vende të botës aplikojnë të tilla gjëra. Nëse ne do të futemi në YouTube, kemi për shembull shumë informacione se si zyrat e konsulencës të ofrojnë mundësi rimbursimi për shpenzime të ndryshme. Dhe shpenzimet janë në fakt opsionale. Shtete të ndryshme kanë shpenzime të zbritshme të ndryshme. Po kuptohet, prioritetet janë të ndryshme. Ne kemi prioritet turizmin, s'ka asnjë arsye pse mos ne ta shtojmë në veçantinë tonë, të shtojmë turizmin për këtë gjë. Siç kurse kemi shtuar arsimin e fëmijëve për shembull. Gjë e mirë. Do presim e do shohim efektet në treg të këtij vendimi që tashmë, siç e thash, është plotësuar ky formular nga tatim paguesit turistik për të parë se si do të jetë ky sezon dhe sa presim të formalizohet nga ky VKM. Unë falenderoj që ndave me mua këtë opinione. Faleminderit juve. Nderuar miq, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë herë. Bashkë do shihemi javën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.